Marta. Shëndetje Vlerona. Si erdhe? A ju mirë? Mirë dashur, shumë bukur. Shumë mirë po dukesh. Edhe ju zgjatë. Faleminderit shumë që ke ardhur në këtë premte, urnore ato jo. Si ke vikendet më urta? Them drejtën, kesh të e mendu para se me hy sa lehtësim e kam pas përfundimit të koncertit. Okej. Fundim shumë ma lehtë se sa para. Ato emocionet edhe ngarkesa vetë se... A shpjegohen dot këto emocionet para koncertit? Janë të shpjegueshme me fjalë apo vështirë? Përpos stres. Pra që ndjen? Nëse mund të bëhet një paralizëm kështu, unë pavarësisht që jam në ekran për çdo ditë edhe për kaq shumë vite, ato sekundat e para gjithmonë janë me një farë lloj emocioni shumë të bukur, që është sa të stresues, por edhe i bukur në vete. Si e keni ju? Them drejtën, jemi ambientu me ato emocionet. Nuk duhet asnjëherë me na bo catch ose dëm. Absolutisht, jam shumë e lumtur kur jam pjesë e skenës, edhe kur filloj edhe hy në skenë, si në studio sot. Hyre shumë qetë, shumë e matur, po, a ka raste kur urta s'është aq e urtë, ta bëjmë këto me emrin tënd? Kur janë ato raste kur ti... Varet krejt prej rolit që performoj, në qoftë se është rol më sfidus, edhe kërkon më pjekuri vokale, apo është një karakter krejt ndryshe nga urta, normalisht që do të shëndrohë një diçka tjetër. Po jashtë skenës, në shtëpi, me miqt, me familjen? Ata po të shohin, ta kesh parasysh. Jam krejtësisht e njëjtë Vleron, në drejtën do thot nuk kam ndonjë ndryshim nga jeta personale edhe ajo në skenë. E përmendëm dhe nisëm me këto emocionet e koncertit, i cili dua të ndalem edhe për pak kohë, me qenë se është një diçka që duket se të ka përmbushur shumë, jo veç ty, por edhe gjithë atyre që kanë qenë prezent, që e kanë shijuar. Dhe ky është besoj shpërblimi më i madh që mund të kërkonte një artist si ju. 22 prill, një datë kjo që ti ta mbash mend të rjetën, ë? Shumë e rëndësishme paraqitjet edhe performancat e koncerteve rezitale. Janë me të vërtet shumë të rëndësishme për arsye se dedikohet një natë vetëm për ty në këtë rast koncerti im. Audienca e ka prit jashtëzakonisht shumë mirë dhe jam di shumë komfort në koncert. Ka shku shumë Kush ishte tani nuk dua që ata të hatrohen me ty, po duhet kesh pas një mysafir më special atë ditë, para cilit po performoje. Kë e kishe kështu të veçantin? Kur i shoh prindrit e mi në audiencë, besoj që është ndjenja ma e papërshkrueshme edhe audienca ma e rëndësishme për mu. Momentin që bëj, do thot, kontakt me sy me nanën, sidomos, do thot është ndjenjë shumë e veçantë dhe është ndoshta personi i vetëm që nëse askush nuk kish qenë pjesë e publikut, nana edhe baba, nëse janë aty është e mjaftueshme për mua. Jam bindur që ata teksa të shohin ty ngjitur në skenë duke bërë atë që di më së miri, për po që ndihen krenar, edhe bëjnë një lloj rikapitulimi të shpejtë të jetës së tyre, të momentit prej kur urta ka ardhur në jetë, një vajzë që ka linë në Gjermani, në mos gabohem. Po, bile e kam një fotografi Vlerona, jam bebe në spital, do të bashkë me nanën edhe babën, edhe gjithmonë e rikujtojnë atë moment, për shkak të unë kam linë mbas luftës, edhe përjetimet kanë qenë shumë të treshta, edhe normalisht kur më shohin tani në këtë moshë, që po e risjellin një freski në skenë, me një profesionalizëm si që di unë ta bëj, natyrisht edhe po shpresoj edhe po besoj që ndjen mjaftueshëm krenar. Si ishte rrugtimi i tyre në Gjermani? Pra, fakti që ti ke lindur pas luftës në Kosovë, bie që edhe ndoshta fati i tyre për të qenë në Gjermani ka qenë më shumë imponueshëm se sa i dëshiruar. E vërtet, para do të thotë luftës, familja ime është shpërngul në Gjermani, tek agja jem, dhe pas atyre momenteve që e tregova dhe majret shumë të mërzitshme, ka marrë unë si dhurat, si urtë në shtëpi, në familje, edhe vazhdoj me qenë e tillë, me këtë karakter. Nana gjithmonë ma potencon që nuk e ndryshu, do thotë,
thuaj se kur gjo. Atë buzëqeshjen e foshnjës që ke pas për herë. Gjithmonë është e njëjta. Ju jeni nga fshati Runik dhe vazhdoni të ruani një dashuri të madhe për fshatin, jo që dikush nuk e ruan për rënit e veta, por jeta të detyron, pra, si po themi, të largohesh edhe fizikisht nga i vend, për dalim që ju nuk e keni bërë, pra një pjesë tjetër e familjes vazhdon të jetë në Runik. Ata jetojnë, do të prindërit jetojnë në Runik, ndërsa unë në Prishtinë, unë jam shkëput në një farë forme nga prindrit në moshën 15 vjeçare, kjo për shkak se kam marrë në Prishtinë për mi përfundu studimet e shkollës mesme fillimisht të muzikës. Kështu që nuk sa herë të shkoj në Runik, jam totalisht vetvetja, nuk kam asnjë lloj sforcimi, as me shku mendja, as profesioni, domethënë jam totalisht kështu... Çka të thonë runikasit kur dëgjojnë zanin tënë edhe kur dëgjojnë për sukseset e tua? Jam në kontakt vazhdueshëm me krejt ish mësuesit e mi, mësuesin tim të parë, dhe janë tepër shumë krenar për krejt arritjet e mia, edhe po shpresoj që ka me i bo edhe ma shumë krenar çdo ditë. Emri yt besoj duhet jetë nga runikaset më të suksesshme për të mos thënë më arrira deri tani, ë? Unë në fillim kur po bëja këtë hyrjen dhe pak fjalë për ty, ashtu siç bëj për çdo të ftuar, tregova edhe për një nga ëndrat, jo vetëm tuat në fakt, por çdo kujt që dëshiron të prek skenat botërore të muzikës klasike, që janë studimet në universitete prestigjioze, një nga këto universitetet i pate fatin që të pranohesh, pra të hapen dyert edhe ata t'jenë gatshëm t'i thonë urtës, eja, mirë se vjen. Po që ndodhi? Firenca e Italis ka qenë, nuk e konsideroj as penges, e konsideroj si një derë që më ka hapë shumë dyert të tjera. Do thot, më ka forcu edhe do thot, si karakter, mirë po edhe më ka fuqizu edhe profesionalisht. Do thot, me atë kapacitet që kam shku në Firencë, nuk jam më. Kështu që në kupton që në fakt nuk ka qenë diçka e damshme për mu, pse ajo ka ndodhë. Unë e gëzoj së pari shëndet të mirë, ajo është shumë e rëndësishme, edhe të tjerat vinë nga dhe. E ke menduar njëherë si do t'ishte rjedha e jetës tënde edhe këto sukseset, performansat e tua, ose edhe ti vetë si urtë, si do t'ishe nëse do vazhdonte ajo periudhë e studimeve aty? Them drejtën, Blerona nuk është që nuk e ke pranë mendjen më munges, kjo për arsye se kam pas paraqitje të panumërta jashtë Kosovës, kështu që nuk më kam vetë hatri nëse do të shkoj ose çka do të ndodhte, çdo gjë ndodh për një arsye dhe për mua ka qenë arsye e mirë pse ajo ka ndodhur. Dhe me bereqet kështu shiu po na përcjell në këtë bashkëbisedim, i cili sigurisht më mundohem që të nxjerr për mes pyetjeve edhe tipare të tjera që ndoshta njerëzit nuk i dim për ty. Për shembull, duke nisur nga fakti numër 1 i të qenurit njeri për secilin prej nesh, pavarësisht profesionit që kemi, shpeshherë na bie që të kryejmë detyrën tonë kur e duam, sidomos, kur e bëjmë me plot pasion, pa u marrur fort edhe me gjendjen tonë emocionale, pa menduar fort se qa kemi lënë para se të vinim këtu. Të ka ndodhur ty që t'jesh një gjendje po kaq të rënduar emocionale, ose në një histori që i thua dhe sot vetës, wow, ti po që e do këtë punë, se për ndryshe dikush tjetër s'do mund t'ja dilte. Do një ngjarje ashtu që më ka shkëput krejtësisht nga muzika, nuk kam pas fatmirësisht. Mirë po ato luhatjet emocionale, ndoshta për gjithë dëgjuesit edhe shikuesit nuk mundemi me qenë gjithmonë të motivuar për me e vepru profesionin tonë. Pa marrë parasysh çfarë pune, sidomos arti dhe muzika është një gjë shumë sfiduese, sepse varet gjithçka që ti ofron në skenë është paralelisht me si ndihesh emocionalisht çdo ditë, edhe stilin e jetesës që e bën. Kështu që gjithmonë jam në një farë forme aktiviste mbi shëndetin mendor, sepse
në momentin që e mirëmbajmë shëndetin mendor, do të jetë edhe ai fizik, edhe shpirtnor, edhe krejt këto bashk, mandej të cilin produkt në skenë. Përndryshe, ka shumë muzikantë të cilët nuk bëjnë mirë me këtë pjesë, do të thotë kanë shumë frikë ndaj skenës, janë muzikantë shumë të mirë, mi po kanë frikë ndaj skenës edhe ajo paka shumë i penalizon me qenë pjesë e skenës. Kështu që po them që gjithë shka që bom gjatë ditës me qenë në të mirën e profesionit tonë edhe me u kujdes maksimalisht për veten. E që është më rëndësishme në fakt dhe faleminderit që më nxore në pa edhe këtë për shikuesit, por përpos kësaj, përpos të qenurit aktiviste ose ajo që lëbon shumë për kujdesin ndaj shëndetit mendor, ti lëbon shumë edhe për gjërat të tjera në fakt, nëse flas këtu për diko që shumë prej atyre që puna ndjekin mund të jeni të njëjtit mendim, e dikush tjetër, pra këtu nuk ka mes, o janë komplet kundër, o si ty, po flas për faktin që ti je në mbrojtje shumë të drejtave të kafshëve dhe je vegetariane. Unë po them që u lidhen këto prapë se prapë prej çka thash më herët. Vegetarianizmin ka ndihmu edhe në profesion. Edhe pjesa humane e dashurisë që kam ndaj kafshëve, dhe kjo më ka ndihmu sun me qenë humane edhe në skenë. Se para gjithash fillimi i një profesionisti edhe një këngëtari të denjë duhet me qenë njeri fillimisht. Kështu që gjitha këto lidhen me zvete, unë e kam edhe një mace, kështu që ajo ma ka shtu edhe ma shumë dashurin ndaj kafshëve. Mendoj që janë shumë të pambrojtuna edhe jemi të vetmit ne që i mbrojmë ato nga rreziqet e tjera. Kështu që secila nga këto ka ndihmu në pjesën profesionale timen. Pra ti nuk e ke këtë mallin u të hanë një copë mish, ha? Absolutisht jo. Apo flet të imperon. Dhe imagjino kur ti the, ajo maca më ka dhënë dashuri, unë po të shihja njeri që ka fobi macat, imagjino. Unë? Unë. Jo. Unë i kam fobi, edhe nuk e kuptoj vetëm për këtë. Duken të bukura dhe të lezetshme me i po nga galaksia, por vetëm kaq. Shpresoj të mos më keq kuptoni. Jo, absolutisht jo. Unë po them, qyshe përmende ma herët, se cili e ka opinionin e tyre, mirë po për me i mbrojt, do të patjetër. Dhe për fund, do doja që me këtë shiun që përna për cilë, t'ja japim edhe Arbrit minutat e fundit për t'na përmbyll me një këngë. Ke diçka për t'ju thënë gjitha vajzave, bashkëmoshatarëve tuaja më të reja se ty që ka një ëndër, por kjo frika edhe mungesa besimit në vete i lë pa i quar punë përpara. Një gjallë që kam qenë duke mendu këto kohët e fundit, ka qenë që asnjëherë rrugtimin ton personal mos me krahasu me askënd. Unë jam Urta, ti je Vlerona, dikush tjetër është, do thotë... Shumë e drejt, po. Kështu që rrugtimi jonë është rrugtimi jonë, pa mërë parasysh se ku jemi teknikisht, do thotë si këngëtar, vokalisht, a kemi përparu, asnjëherë mos me krahasu, për shkak se është mjaftueshëm shumë e dëmshme. Kështu që me përjetu krejt ato sfidat, pengesat që na dalin, edhe në fond me e gëzu sukseset, sikurse edhe Baroque Wind koncerti recital që e pata në 22 prill. Qofsh edhe shumë të tjera, të cilat po besoj do të kemi mundësinë edhe të jemi të pranishëm, të shijojmë edhe neve, jo vetëm të flasim nga ekrani. Shijova shumë edhe bashkëbisedimin me ty. Faleminderit që erdhe. Shumë për çesën e ndërmjet. Miq, faleminderit për vëmendjen tuaj që e keni për herë. Faleminderit Arbrit për këngët e bukura, shiut që po na bën